E dashur Alda, me këtë pyetje më ke dalë fiks në videon e radhës se si ta përgatisim brumin e byrekut. Sasia e miellit varet gjithmonë nga personat që keni në familje. Unë kam përdorur 500 gram miell, një lugë me krip, e trazoj mirë dhe më pas do t'i shtojmë një lugë me uthull molle. Shpesh herë më pyesin përse i hedh brumit uthull. Uthulla, për shkak të aciditetit që ka, vepron shumë mirë në thyerjen e glutenit. Pasi, të gjithë e dim që përzierja e ujit me mielin në mënyrë natyrale formojnë glutenin. Brumit do t'i shtojmë edhe 2-3 lugë vaj ylliri për t'i dhënë shije, por njëkohësisht për t'u hapur peta më kollaj. Sasia e ujit nuk është asnjëherë fikse. Dhe kjo për shkak të miellit që ne do përdorim dhe konsistenca e brumit që preferojmë për të bërë byrekun. Mirë është që uji të shtohet gjithmonë pak nga pak deri sa t'na pëlqejë konsistenca e brumit. Brumin do ta punojmë mirë me dorë, në rast se preferoni ta bëni me brumatriçe, është zgjidhja juaj. Unë preferoj gjithmonë ta punoj me dorë për faktin sepse kështu e ndiej më mirë konsistencën e brumit që dua. E lëm të pushoj 10 deri në 15 minuta dhe më pas e ndajmë në pjesë të barabarta dhe kjo në bazë të byrekut që do bëjmë. Pas ndarjes e lëm që të pushoj edhe 5 minuta të tjera para se ta hapim.